Prokuroria e posaçme ka shpallur pretensën për 17 të pandeurit që akuzohen si pjesë e grupit kriminal të përfshirë në aktivitetin e kultivimit të kanabisit në sera të mbyllura që u zbulua në Berat. Prokurori Behar Dibra kërkoi 133 vite burg në total për të gjithë të pandeurit, ku më i larti u kërkua për 2 prej tyre, Sadedin Hasajn e Blerim Xhekën me nga 13 vite secili. Për 4 prej tyre, nëse dënohen me nga 5 vite heqilirie, u kërkua pezullimi i ekzekutimit të vendimit dhe vënia në provë për 3 vite. Operacioni u ndërmor më 10 nëntor 2022, gjatë të cilit u kap një sasi prej 870 kg kanabis, si dhe u arrestuan të paktën 11 persona. 2 vite më pas, me kërkesë të SPAK, GKO firmosi në 22 prill 2024 caktimin e masës së sigurisë arrest në burg për 9 persona të tjerë, duke i bashkuar procedimet. Në atë kohë thuajse gjithë komisariati i Beratit u shkri, ku u ndërmorën masa disiplinore si largim nga detyra apo shtyrja afatit të gradimit për shkak se nuk zbuluan aktivitetin kriminal. Në këtë grup ishin të përfshira edhe 93 gra që ishin rekrutuar për kultivimin dhe përgatitjen për tregtim të lëndës narkotike, por SPAK shpalli mos kompetencën për to. Droga kultivohej në 4 sera në një hapësirë nga 10 në 27 dynym në zonën e rënrës Drenovis të Beratit. Droga që ishte bërë gati për tregtim u gjet brenda 11 thasëve prej plastmasi, si dhe armë e municione luftarake që u sekuestruan. Të gjithë pandeurit dhe veçanërisht 2 të akuzuarat femra janë marrë me rekrutimin e krahut të punës nga qytete e rrethina të Shqipërisë, kundrejt joshjeve me pagesa të mira ditore për të punuar në sera, ku kishin të mundsuar transportin falas, sigurimin e fjetjes në ambientin e serave, ku ishin krijuar edhe fjetore.